Përshëndetje të dashur miq. Si keni kaluar? Po e nis këtë video me një pyetje shumë të thjeshtë. A i dini se çfarë janë afirmimet? Nëse po, do doja shumë që ju të komentoni mendimin se si ju i shikoni apo si e mendoni që mund t'i përkufizoni afirmimet. Dhe më lejoni t'ju jap perspektivën time në lidhje me afirmimet, të cilat janë fjalë, fjali apo mendime të pavetishme që ne mund të kemi në vetveten tonë, në mendjen tonë, dhe që vazhdimisht mund t'i përsërisim jetën tonë. Dhe ndoshta është mënyra se si ne flasim me veten. Dhe në fakt, janë shumë herë më shumë se sa thjesht kaq. Sepse janë një frekuencë dhe duke qenë se gjithçka është frekuencë dhe vibrim dhe energji, këto janë pikërisht gjuha e shpirtit. Pra afirmimet janë pikërisht gjuha e shpirtit. I më shoj shumë këtij fakti duke qenë se është vërtet shumë e rëndësishme. Nëse ju nuk e keni kuptuar ende se sa e rëndësishme është fuqia e afirmimeve, më lejon t'ju them që kanë fuqinë t'ju ndryshojnë jetën tuaj 360 gradë. Dhe personalisht e kam provuar, të gjithë individët që kanë punuar me mua e kanë provuar, edhe shumë të tjerë që ju mund të shikoni, mund të kërkoni, ka rezultuar vërtet shumë të suksesshme që në vetvete afirmimet, sado që mund të duken diçka e thjeshtë, diçka që mund ta anashkalohet, ndonjëherë përgjigja fshihet tek gjërat që në vlerësohen, tek gjërat që mund të duken shumë të thjeshta dhe që në fakt bëjnë diferencën. Dhe prandaj, unë ndjeva i thërritur që të bëj këtë video për ju, për të ritheksuar paksa sepse e di që ju mund ta dini, në vetdijen tuaj mund ta dini se sa rëndësishme është kjo, por për ta ritheksuar, për t'ju rikujtuar këtë fakt që afirmimet janë vërtet shumë të fuqishme. Dhe nëse ju dëshironi të përmirësoni jetën tuaj apo të ndryshoni rrethanat e jetës, afirmimet janë një mënyrë shumë e mirë që ju mund të përdorni dhe do të ketë rezultate të menjëhershme, të magjishme dhe nëse ju vërtet besoni, sigurisht. Si fillim do të theksoj që afirmimet ne mund të fillojmë të punojmë me to, me vetdije të plot, por shpeshherë ato nguliten në mendjen tonë që në fëmijëri, apo që nga eksperienca të ndryshme gjatë rritjes sonë, të cilat ne na bëjnë të ndihemi në një farë mënyre dhe ne i përsërisim këtë lloj programimesh apo fjalësh apo fjalish apo mënyrën se si ne flasim me veten, dhe kjo më pas dikton të ardhmen tonë dhe mënyrën se si jeta jonë do të vazhdojë, do të vijojë. Dhe thënë kjo, me që tham programimet, mund ta shikoni si gjuha e programimit për të gjithë ata që janë në fushën e IT-s, pra nëse por edhe për ju që nuk keni, besoj se e keni idenë që për të formuar një program duhet një skript i caktuar, një gjuhë e caktuar programimi dhe çdo fjalë, çdo gërma, çdo pikë dhe çdo hapësirë ka vërtet shumë rëndësi në mënyrën se si do të paraqitet apo nuk do të paraqitet diçka që ne duam. Pra, edhe nëse për shembull një lloj skripti nuk funksionon, do thotë që ka një gabim shumë të vogël aty që ndoshta nëse rregullohet apo ndoshta edhe thjesht nëse ndryshojmë një fjalë dhe vendosim një fjalë tjetër, komplet rezultati do të jetë i ndryshëm. Dhe kjo është tamam gjuha e shpirtit që programon jetën tonë dhe programon realitetin tonë. Dhe në momentin që ne, edhe nëse kemi si e kemi, nuk ka rëndësi, sepse realiteti jonë dikton që ka diçka aty që nëse ne nuk e pëlqejmë në realitet, duhet ta ndryshojmë tek gjuha e programimit që kësaj të ndryshojë realiteti jonë. Por sido që të jetë, mos e fajsoni veten ndas dokën tjetër për këtë. Është ashtu për një arsye dhe nëse ne nuk na pëlqen ne mund ta ndryshojmë. Kjo është e rëndësishmja. Pa të fokusohemi tek e tashtmja, çfarë mund të bëjmë tani që ne të përmirësojmë rrethanat e jetës sonë apo që të marrim atë që ne duam. Sepse duke u fokusuar tek e shkuara nuk është se po bëjmë ndonjë gjë të madhe. Dhe që t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë, ndoshta ju të mund ta kuptoni. Ju mund të thoni për veten tuaj për shembull, unë jam i pavlefshëm, unë jam dembel, unë jam ngatristar, unë jam shumë shembuj që mund të vinë në mendjen tuaj, pra se si ju mund ta paraqisni veten në këtë lloj spektri, që ndoshta mund të mos ju pëlqej, po kjo që ju thoni apo në vetdijen tuaj e dini si të vërtetën tuaj, kjo dikton realitetin tuaj. Por nëse ju e ndryshoni këtë, pra thjesht ndryshoni skriptin, ndryshoni fjalën dhe thoni: unë jam shumë produktive apo produktiv, unë jam në paqe, unë jam në bollëk, unë jam në dashuri, unë kam gjithçka që më nevojitet, e të tjerë, kjo ndryshon skriptin e parë që ju mund të mendoni që nuk kam resurset që më duhen, nuk kam gjithçka që më duhet për të filluar ëndrrën time, nuk kam gjithçka që më duhet për të qenë për shembull
më i miri në këtë fushë apo më e mira në këtë profesion, në këtë sport e të tjerë. Dhe duke ndryshuar këtë, ju do ndryshoni mënyrën se si e shihni veten, si komunikoni me veten, sepse tani më ju keni ndryshuar skriptin. Dhe ndoshta në fillim edhe mund të mos ta besoni, dhe është më së normale kjo gjë, që ju të kaloni nga unë nuk kam resurse në unë i kam të gjitha ato që më nevojiten që unë të ecë përpara. Dhe në moment mund të duket sikur jeni duke u tallur me veten apo mos ta besoni absolutisht fare. Dhe më besoni që ka shumë individ që e bëjnë këtë, por nuk ka problem. Është më se normale. Mjafton që ju ta përsërisni. Dhe ky është çelësi, sepse nëse ju i përsërisni afirmimet në mëngjes, në drekë, në darkë, nëse ju nuk i besoni fare, sa më shpesh aq më mirë. Gjithë ditën mundësisht ta keni në mendjen tuaj si këngë që vjen vazhdimisht, dhe në momentin që kalon një farë periudhe, ju do të filloni ta besoni. Dhe ndoshta duke e bërë këtë përsëritjen, ju do të largoni fokusin nga afirmimi i kaluar dhe do të fokusoni tek realiteti i ri, tek afirmimi i ri. Dhe kështu ndoshta një surprizë e bukur apo rrethana të bukura mund të paraqiten. Dhe kjo do t'ju bëjë ju që të besoni më shumë. Dhe sapo ju të keni besimin, gjithçka tjetër është e bërë. Gjithçka tjetër ndryshon në moment dhe ju jam e bindur që nuk ktheheni më tek realiteti i parë dhe jam e bindur që do të vazhdoni dhe të keni edhe më shumë bekime të tjera. Si pasojë që ju tani më jeni zhvendosur tek ky realitet, sepse mund ta mendoni që janë dy botë dhe ju jeni në mes, në momentin që bëni këtë tranzicion. Dhe prandaj ju duket sikur kjo botë këtu është shumë e panjohur dhe nuk është se keni në një besim që ekziston në vetvete. Ndërsa kjo botë këtu është shumë e njohur dhe ju keni qenë këtu dhe ju e njihni, është familjare për ju. Dhe thoni që të paktën unë e di që kjo ekziston dhe prandaj ju doni të kaloni këtej sepse kjo duket e pasigurt. Por, nëse ju vërtet besoni, edhe ky është një realitet që ju po e krijoni dhe do të jetë shumë herë më i bukur dhe pikërisht ajo që dëshironi. Kështu që nëse ju besoni, sigurisht që nuk do të zgënjeheni. Pra, për ta përmbledhur, si ndikojnë afirmimet? Në radhë të parë, ne thamë që riprogramojnë mendjen tonë dhe ndryshojnë të skriptin që ne kemi patur me një të ri që ndoshta është ajo që ne duam, realiteti jonë, gjithçka që ne duam në jetën tonë. Nga ana tjetër, rrisin vibrimin tuaj. Vibrimin në kuptimin e energjisë, dhe nëse ju rrisni vibrimin, ju jeni më të shëndetshëm, jeni më të dashur, jeni më të lumtur, jeni më të shëndetshëm. Dhe e njëjta gjë në këtë vibrim si ju do të vijë, pra ju do keni më shumë shëndet, më shumë lidhje të sinqerta dhe dashuri të sinqertë, dhe ju do të gjeni që realiteti juaj është më i bukur dhe më i shëndetshëm. Sepse fjalët në fakt janë vibrime, dhe nëse ne përdorim fjalë që kanë vibrim të ulët, nuk ka fjalë të këqija apo të mira. Vibrimi është gjuha e shpirtit dhe në fakt kjo është ajo që ka rëndësi, sepse nëse ne përdorim një fjalë që mund të ketë konotacion viktime, pra mentalitet viktime, është një vibrim i ulët. Dhe nuk ka të gabuar, thjesht ju do të merrni po të njëjtin vibrim, dhe realiteti juaj do t'ju bëjë të ndjeni si viktim. Por nëse ju rrisni vibrimin e fjalëve tuaja dhe përdorni fjalë që kanë vibrimin e dashurisë, për shembull, që është një vibrim shumë më i lartë, ju do të përjetoni në realitet vibrime më të larta të dashurisë dhe të fuqishme, do të shikoni akte dashurie, për shembull buzëqeshje, ndihmë dhe njerëz dashamirës në realitetin tuaj. Pra, prandaj po them që është shumë e rëndësishme të pundoni me afirmimet. Edhe nëse ju i mendoni si të rëndësishme apo jo, nëse doni të ndryshoni realitetin, mendoj që mund ta filloni nga këtu. Nga ana tjetër krijojnë dhe thamë që krijojnë një fokus të ri dhe ju mund ta mendoni si, për shembull, nëse ju keni qenë të fokusuar tek kjo botë që ne thamë, nuk mund të shikoni gjë tjetër, sepse keni qenë të kthyer komplet këtej dhe fokusi juaj ka qenë këtej. Dhe nuk e shikoni realitetin tjetër që mund të ndodhet shumë pranë jush. Dhe në fakt ka shumë të tilla, por po marrim një shembull me dy realitete. Dhe po më vjen ndërmend tani një teori shumë e bukur që nuk e mbaj mend se kush e ka krijuar, thjesht e kam dëgjuar dhe e kam lexuar edhe nëpër libra të përmendur. Teoria e makinës së kuqe, që nëse ju për shembull ju kërkohet që të shikoni makina të kuqe në rrugë, ju do të fokusoheni dhe do të gjeni shumë makina të kuqe. Dhe nëse papritur pyetja ndryshon, po makina gri për shembull apo kafe, sapat, dhe ju do të ngeleni dhe do të mendoni që në fakt nuk e pata mendjen sepse isha shumë i fokusuar tek të kuqet. Ndërkohë që gri ka pafund dhe jam e bindur që do të ketë patur gri nëpërmjet të kuqeve, por ju keni qenë të fokusuar tek të kuqet. Pra në një kuptim metaforik, ju keni qenë të fokusuar tek ajo që ju doni të shihni, te viktima, te mentaliteti që ju i keni thënë vetes se jeni dhe që do të keni në realitet. Dhe ju do të risheni nga këto
mundësi evente, njerëz që do t'ju bëjnë të ndjeni njësoj. Por në momentin që u ndryshoni dhe thoni, dua të shikoj tani makinën gri, ju të filloni të ndryshoni fokusin. Dhe tani më makinën gri po e simbolizojmë si dashurinë për shembull, që është vibracion më i lartë, apo mund ta marrë makinë të bardhë, me që është tamam vibracion më i lartë. Dhe tani më ju do të filloni të gjeni më shumë njerëz dashamirës dhe dashuri që do të reflektojnë në jetën tuaj. Ana tjetër, afirmimet ndihmojnë shumë që ju të keni një trup të shëndetshëm. Dhe madje kanë funksionuar në lidhje me shumë sëmundje të ndryshme dhe sëmundje të cilat ndoshta mjekësia nuk i ka shëruar dot, por fuqia e mendjes dhe fuqia e afirmimit dhe fuqia e këtyre fjalëve dhe vibrimit dhe e këtij komunikimi me shpirtin ka shëruar individët. Është vërtet e magjishme, prandaj mendoj që është shumë e rëndësishme edhe për ju dhe prandaj kam përgatitur disa afirmime të ndryshme në lidhje me, në fakt janë në lidhje me probleme të ndryshme që unë mund të ndjej tek ju në lidhje me çakrat që ju mund të keni. Pra probleme që mund të keni në secilin prej çakrave, por sigurisht në çakrat e poshtme, të cilat lidhen më tepër me këtë pjesën e viktimës, me këtë pjesën e vibrimeve, mendimeve negative dhe me këto dyshime që mund të keni. Pra po flas për çakrën e rënjës, çakrën sakrale dhe çakrën e pleksusit diellor. Sigurisht kam përgatitur afirmime për të gjitha çakrat, për të shtata, më kryesorët. Nëse ju dëshironi, mund të më kontaktoni në email dhe jam shumë e lumtur për të gjithë ju që më keni kontaktuar. Gjithashtu faleminderit që më keni kontaktuar për Ikigain, është një video që kemi postuar përpara kësaj, që ju të gjeni qëllimin e jetës. Sigurisht mund të bëj afirmime edhe në lidhje me nevoja specifike që ju mund të keni, pra specifikisht për ju të personalizuara. Shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që ju jeni këtu dhe tani, që jeni pjesë e këtij komuniteti që për mua do të thotë vërtet shumë, dhe që në radhë të parë po e bëni për veten tuaj dhe po rritemi së bashku, po shërohemi së bashku, po bëhemi gjithnjë e më të shëndetshëm së bashku. Dhe kjo ka rëndësi në këto momente. Kështu që këtu dhe tani le të jemi mirënjohës për këtë fakt, unë jam shumë mirënjohëse për ju dhe jam shumë e lumtur që ju po merrni kohë të rriteni dhe të zhvilloheni, dhe nëse askush nuk ju ka thënë këtë më parë, jam këtu t'ju them që jam shumë krenare për ju që ju po merrni këto hapa për veten tuaj. Sepse e di që është shumë e vështirë dhe sigurisht nëse nuk keni shumë suport në realitetin tuaj, bëhet edhe më e vështirë, por jam këtu t'ju them që asnjëherë nuk keni vetëm, në radhë të parë unë jam këtu për ju. Dhe ky komunitet është krijuar për këtë arsye që ne të jemi këtu së bashku, të ndajmë eksperienca, mendime, të jemi mbështetje për njëri tjetrin. Shumë faleminderit dhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.